Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të pezullojnë përkohësisht një paketë të madhe shitjesh armësh me vlerë rreth 4 miliard dollar për Tajvanin, në një zhvillim që ka tërhequr vëmendje të gjerë ndërkombëtare për shkak të ndikimit të tij në balancat e sigurisë në Azi. Sipas një zyrtari të lartë ushtarak amerikan, vendimi është bërë publik gjatë një seance dëgjimore në nën Komitetin e Mbrojtjes së Senatit. Ai sqaroi se pezullimi lidhet me nevojën për të siguruar furnizime të mjaftueshme me municion për ushtrinë amerikane në kuadër të operacioneve aktuale dhe planeve të mundshme ushtarake, përfshirë të ashtuquajturin Operacioni Epic Fury. Zyrtari theksoi se prioriteti i momentit është ruajtja e gatishmërisë ushtarake, duke shtuar se shitjet e armëve jashtë vendit mund të rifillojnë sapo administrata amerikane ta vlerësojë situatën të stabilizuar. Sipas tij, vendimi nuk përbën anulim përfundimtar, por një shtyrje të përkohshme të procesit. Paketa e armëve e pezulluar konsiderohej si një nga më të mëdhat në historinë e bashkëpunimit ushtarak mes Washingtonit dhe Taipeit dhe kërkon ende miratimin final të presidentit amerikan për të hyrë në fuqi. Nëse do të aprovohej, ajo do të tejkalonte edhe rekordin e mëparshëm të shitjeve të armëve për Tajvanin. Në Tajvan, autoritetet reaguan duke deklaruar se vendi do të vazhdojë të ndjekë blerjet e nevojshme për forcimin e mbrojtjes kombëtare, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara përballë rreziqeve të sigurisë në rajon. Analistët ndërkombëtar paralajmërojnë se pezullimi mund të rrisë pasigurinë në marrëdhëniet SBA-Tajvan dhe të krijojë shqetësime për nivelin e angazhimit amerikan në mbrojtjen e ishullit. Sipas tyre, një vendim i tillë mund të ndikojë edhe në strategjitë afatgjata të sigurisë së Taipeit, i cili varet ndjeshëm nga furnizimet ushtarake amerikane.